Bismillahirrahmanirrahim. Pas pak minutash hym në natën e fundit të këtij Ramazani. Po ç'ndodh natën e fundit të Ramazanit dhe ç'duhet të bëjë muslimani natën e fundit të Ramazanit? Në natën e fundit të Ramazanit, Allahu i madhëruar çliron prej listave të banorëve të zjarrit, po ai sa ka çliruar në të gjitha netët e Ramazanit së bashku. Nëse ndodh që Allahu i madhëruar çliron 1 milion persona prej listave të banorëve të zjarrit për çdo natë Ramazani, siç përmendet në një transmetim nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, do të thotë se në natën e fundit të Ramazanit Allahu i madhëruar çliron prej listave të banorëve të zjarrit 29 ose 30 milion. Po ashtu, nata e fundit e Ramazanit mund të jetë nata e Kadrit, siç edhe porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam që ta kërkojmë natën e Kadrit në netët teke të 10 netëve të fundit të Ramazanit dhe citon 21, 23, 25, 27 dhe 29, nata në të cilën ne po hyjmë. Ndaj kjo natë mund të jetë nata e Kadrit. Ajo çfarë duhet të bëjë muslimani në natën e fundit të Ramazanit është përkushtimi i tij edhe këtë natë, mbase edhe më shumë se netët e tjera, sepse mund të jetë nata e Kadrit, përveç se është nata e fundit. Në natën e fundit përmbyllet edhe përkushtimi i muslimanit me falje, me lutje, me përmendje dhe me lexim të Kuranit gjatë këtij Ramazani. Dhe duke u përmbushur dhe u përmbyllur, do të thotë se muslimani ka arritur të përmbush njërin prej 2 kushteve që të dalë nga ky Ramazan i falur dhe i mëshiruar. Si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush falet gjatë netëve të Ramazanit dhe përkushtohet në adhurim, atij Allahu i madhëruar ja fal të gjitha gjunahet nëse këtë gjë ka bërë me shpresë dhe besim. Ndaj do duhet edhe këtë natë të vazhdojmë të përkushtuar në adhurimin ndaj Zotit ton, me falje, lutje, me besim dhe shpresë. Lut Allahun e madhëruar të na mundsoj përkushtimin në këtë natë edhe më mirë se netët e shkuara.